Bajpasi i Murrizit që ka qenë pjesë e rrugës së Arbrit përpara se të hapi për qarkullim tuneli numër 1 është lënë totalisht në mëshirë të fatit. Duke qenë se kalimi i mjeteve bëhet në tunel, bajpasi është degraduar. Banorët e fshatrave Bastar Murriz në anën e Tiranës dhe Xibër Murriz në anën e Klosit thonë se rruga duhet të mirëmbahet pasi u shërben atyre. Madje ata shprehen se kanë dëgjuar që tuneli i Murrizit do të mbyllet për qarkullimin e automjeteve për shkak të problemeve që janë shfaqur në mes, ku ka shtypje të strukturës dhe janë krijuar gunga në asfalt. Sa ka filluar tuneli, ne s'kemi pas një si ka kush mbrapa. As një si ka kush mbrapa, as firmë, as punojës, as shtet, as një si ka njëri mbrapa. Po se s'është e domosdoshme në shoqëri si në herët. Si ka, ke patje si për si në bo. Gropa, ka poshtë. Mi vjanë, kam kodët, ke vërezat, ke pas i ka lujtë, si në bo. Si ka kush mrapa, fare, kësaj punë. Në tuneli kishte lujtë, se si do bonët, zdijet për ta. Po tuneli mas po ka lëvis, po shtret. Po e di unë se janë punëtorë, se janë tunel, e di. Po ashtu thëllë këta punëtorë, ata kështu logarisin, se do mbëllët. Po mësoj, o bëj pasi, o e fusin për tunel vogën, mas si të hape tunel vogën, nuk e di. Ka lëviz mezi, po shtret, poshtë. Është do mbëllët dhe kalojnë ne rruga, po do futen për tunel vogën, ta nuk kam djene, nuk e di. Nga ana tjetër, drejtuesit e mjeteve dhe banorët kërkojnë që të mirëmbahet rruga pasi ajo tashmë ju shërben edhe atyre. Në mungesë të mirëmbajtjes së vazhdueshme, gjithë bajpasi i Murrizit ka probleme me praninë e gropave dhe gurve e inerteve që kanë rënë pasi është hapur për qarkullim tuneli numër 1. Bajpasi nuk është mirëmbajt, duket vetë një fjalë. S'kam me të drejtën s'kam pa një fare, s'bëhet fjalë nga bashkia. Nga bashkia s'bëhet fjalë, s'kam pa punëtor bashkia kënej fare. Banorët vetë, po, kemi dalë për shemë, pa pastrime kanale, se diçka kështu, ose e kështu, po, ne është degradu një fjalë me groba, djeta e punë. Si sa problem është linje autobusit që vjen këtu në Murriz. Problem se sa është për gjithë, ne kalojmë të ditë për ditë. Djeta e punë. Jo, mas hapjes tunelit, kjo rrugë s'është mirëmbajt, duke dhe vetë. është e domosdoshme që tjetë e mirëmbajtme, sepse mes me bloku tunelve, pastaj diçka në emergjencë kjo rrugë do përdoret. Po mas hapjes tunelit kjo rrugë po degradohet ditës. Kjo është vetë fakti, nuk është problemi që po e themi ne, po shifet vetë. As kanali, zime, as i gjë, gur, gjithë rruga, interesohen vetëm banorët e këtij fshatit, Murrizës dhe të Bastarit, për ta mirëmbajtur deri diku këtë rrugë, kuptohet pa pagesë, sepse ato të mirëmbajtësit nuk e di, ma ka pas ka punëtor ka stil për këtë punë. Këtë nuk mund ta them. Punëtorin rrugë nuk ka. Në mënyrë kategorike, qoftë nga ana e Borrelit, nga gryka tuneli që kalon atan, qoftë këteja si lloj punëtor as gjë. Edhe rruga është bërë pothuajse e pa kalueshme prej gropave, prej gurve të një shi me ra, kuptohet që këtu fshat është, zonë malore është, këto dëmtohen shpejt. Kjo është rrugë provizore, por është e domosdoshme për këtë vend. Edhe pse tashmë rruga e Arbrit quhet e përfunduar, pasi është e gjitha e qarkullueshme dhe me sinjalistik përfundimtare, ende vazhdon puna për hapjen e tunelit të emergjencës së tunelit të Murrizit.